Të nderuar miq detar, jemi këtu në kantierin detar Durrësit Ke Vinçi i kantierit, ku presim të lëshojmë në ujë anijen Si Saran. Por para se të lëshojmë në ujë këta anije, janë kryer disa punime, riparime, të cilat kam bërë të mundur që kjo anije tashme tjetë e gatshme për të lundruar në det. Këtu pranë kemi kryemekanik Besnik Isofin, i cili disa muaj rresh po punon ke kjo anije për të bërë riparimet e nevojshme dhe për ta përgatitur ata për të lundruar në detin Adriatik dhe jonë. Ju, zoti Besnik, mund të na tregoni disa nga punimet që janë bërë ke kjo anije gjatë periudhës që ke qenë ti? Gjatë periudhës që kam marrë të Si Sarandën, janë bërë punimet mekanike, pompat e hidrovorit, pompa ujëtamen, punime paneli elektrik, sistemi elektrik, punime timëreri, ndryshimi jashtë. Pra keni kryer këto duke bërë zhvendësime kablosh, domethënë punime ndryshme, po tjetër edhe kolegu juaj Aki Keqi kanë ndihmuar në këtë. Firmajtën e hyrjen e pasrimit. Po, domethënë riparimet, marongozerie këto. Kemi filluar vitin të ardhës, një po remont. Automatikave manuale. Po? Tashi, si të duket kjo anije? Se tashi kemi në plan këtu, si të duket kjo anije? Mekanike, da shpoj marrë këtë vëndet. Shofim, vërtet është e bukur këtu, dhe si që shikojmë, ti ke rëndashuri me këta anije. Edhe do mbaj shumë pasagjerë nga Evropa, nga Azia, nga drejti, do tjetë shumë e mikëpritur në Saran, sepse është edhe një bukur, Si Saran. Atëherë unë do t'i uroj, para se t'a lëshojmë në det, do t'i uroj shumë shëndet një radhë parë, sepse ti e more këta anije, mbas një eksperiencë disa vjeçare në për anije tjera, ti ke qenë dhe marinar në Bishpall, aty fillove karrierën si detar, dhe vazhdove me anije tjera, dhe përfundove me një anije turistike. Unë mendoj se është një karrierë e bukur kjo, e një kryemekanik. Suksese, urime.